Politik i LDK-s. Qysh është pozicion politik i AK-s dhe PDK-s që me qëndru domethënë në opozitë. LDK-ja po ofron diçka tjetër, po thotë, po, ne jemi të gatshëm, po e kemi çet kusht që me marr presidentin dhe me bë balans. Domethënë këta janë të qartë. Ti veç jo vetëm presidentin. Dhe jo, e kuptoj, po balanci politik në kupton pozicionet mëdha, presidentin dhe kryeministin. Pastaj çështja e ministrive si ndan nuk i besoj ç'është problemi apo pajton edhe vazhdon. Problemi është te presidenti dhe ky pozicion besoj në politikë LDK-s e vendosin një pozicion shumë mirë edhe nëse shkojmë në zgjedhje. Pse? E vendosin një pozicion shumë mirë sepse është i vetmi subjekt opozitar apo që ka provu vendit të ofrojë një zgjedhje përmes këtyre takimeve. Ani çka ato më herë që i tham që nuk sjellin rezultat dhe nuk ka më sjell. Ma sa e njohim provojën e Kurtit, nuk e besoj që në mëngjes me Albini qoftë sa thotë po morën vesh për japin presidentin LDK-s. Pastaj që ndodhi sonte, pas këtyre 3 orëve, nuk ka asnjë lloj gjase. Pas nesër mbahet kuvendi, mund votohet kryetari i ri i kuvendit dhe pozicioni i kryetarit të kuvendit bjen nga kombinatorikat edhe çka, shkojmë tutje për 15 ditë në qeverisë dhe ecim dhe ripërsëriti situata e nëntorit dhe të vitit kaluam. Edhe kur të shkon në RTK, e shoh Abdigjikun që shoj ke Fatmelimin, njëjtë është. Në këto variante unë nuk e kuptoj pse duhet të insistohet me një president konsensual kur ka mundësi të bëhet presidenti me marrëveshje. Pra në kësore thana që LDK po shpreh gatishmëri, po i thotë ne po vim koalicion me ty e dom presidentin. Dhe ky s'po e pranon tash, apo kupton, domethënë po thotë jo se duhet të ukon. Ky s'po do zgjidhje. Arsyeja pse duhet mund të qenë një kandidat tjetër konsensual, këto janë nuk qëndrojnë. Këto janë as deklarata politike, janë as rrethotime politike, duhet me dash këtë populli. Në momentin që presidenti merr 80 vota, këtë populli e don, se ai është i përfaqësuar. Po çfarë zgjedhet presidenti? Jo atë populli, as atë populli. Edhe Beqet Pacolli kur është zgjedh, nuk është që ka dashur fort populli. Po, si do të thotë? Nuk është shembulli